Atëherë sot mora një letër me pyetjen se çfarë mendon ajo, partnerja e atij, personi që ju jeni dashuruar në të. Çfarë mendon ajo për ty dhe çfarë dëshirash ka. Është interesante, po shumë interesante fakti që ajo për ty mendon gjën më të fundit. Mbase do donte që ti mos ekzistoje fare ose të uronte të gjitha fatkeqësitë e kësaj bote. Ose ndoshta edhe mendon se midis partnerit saj dhe teje ka mbaru çdo gjë. Ka marrë fund çdo gjë. Dhe që është e kënaqur me këtë pjesë. Është fatkeqësi në fakt të mendosh dhe të urosh vdekjen dikujt tjetër apo fatkeqësinë më të madhe për shkak të partnerit apo për shkak të xhelozisë. Por kështu është. Kjo është një letër goxha negative. Është për të ardhur keq në fakt.